Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tyrona Lirin për të komentuar pak marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Siç duket, Brikena po mban një inat jashtëzakonisht të madh me Mateon dhe nuk lëshon ujë në tokë, do me thënë nuk e zbutën situatën. Ajo në dhomën e grimit kërkonte te kamera që Mateo dhe Brikena të qartësohen, por tha që Dashi dhe Demi nuk shkojnë me njëri tjetrin, janë shumë kokfort dhe nuk mund të bëjnë. Unë mendoj që në një lidhje ku kokfortësia është shumë e madhe, dhe pse në fakt nga ana e Mateos unë nuk shoh kokfortësi, ndërsa nga ana e Brikenës shoh kokfortësi, tani në këtë pikë të lidhjes që kanë mbritur edhe sikur të mban Mateo kokfortësi, nuk është se ka faj i shkreti, sepse ka sa muaj që po i shkon nga mbrapa, merret me Brikenën dhe Brikena këto gjëra nuk ja vlerëson, normalisht që edhe Mateo më arjen në këtë pikën që do të acarohet dhe do të revoltohet. Brikena nuk i intereson fare se si ndjet Mateo, nuk i intereson fare kur ajo është e acaruar për të, edhe pse Mateo i ka thënë që ti nominimin e përdor apo lidhjen e përdore për nominimin tënd. Unë mendoj që fajtori në këtë mes është më së shumti Mateo, që nuk ulet edhe t'i qartëson një herë dhe përgjithmonë ndjenjat me Brikenën, për të parë veten se ai ku është, sepse mendoj që edhe 30 ditë i kanë mbetur Big Brotherit, ndërsa Mateo dhe Brikena kanë bërë vetëm një lëvizje të vogël. Pyetja që më së shumti në fakt më është bërë nga fansat e çiftit është kjo: Tiron, a mendon ti që Brikena dhe Mateo do të lidhen përsëri sepse e shikojmë situatën shumë të tensionuar? Tani Brikena dhe Mateo sado që të idhëruar të jenë, sado që hatërmbetje të kenë, sado që mlefe të kenë, sado që inate të kenë, brenda asaj shtëpie nuk mund të rinë të idhëruar, sepse ambienti është i tillë që do me thënë të izolon dhe ti duhesh me patjetër që ti flasësh. Por mendoj që në këtë mes Brikena përdorën shumë kokforsin që realisht nuk i shkon një femrës, se një djalë ka të drejtën t'i thotë ndonjë fjalë që atë mund ta lëndon, por Mateo mund ta ketë thënë në efekt acari, sepse Mateo po shprehën shumë doza xhelozie kundër drejt Brikenës, edhe pse mua më duket shumë normale kur një djalë dashuron të jetë xhelos ndaj një vajze tjetër. Por Brikena ka shumë kokfortësi dhe këtë gjë nuk e lëshon. Tani, unë mendoj që Brikena sot duhesh të ta merrë në një cep Mateon dhe jo të priste ajo që gjithmonë Mateo të shkon të sqarohet me të. Le ta hidhte një herapin vet Brikena, të shkonte të sqarohet me Mateon dhe t'i kërkonte më fal, apo t'ia kërkonte atë se çfarë ai ka keq kuptuar dhe ajo ka keq kuptuar. Por në qoftë se të dy mbajnë kokforcinë, edhe tani që Brikena do me thënë edhe në fytyrë nuk e shikon Mateon nga inati, Mateo përsëri është më i butë, mundoj që të afrohet, është shumë në siklet, nuk ri do t'i acaruar me Brikenën. Unë mendoj që kjo është malltretim shpirtëror dhe Brikena këtë gjë e bën më së miri. Por në fund të ditës, deri nesër ato të dy nuk mund të rinë të idhëruar. Pa marrë parasysh që janë në këtë pikë, ato të idhëruar nuk mund të rinë, sepse ndjenjë brenda njëri tjetrit ka dhe unë këtë e besoj pafund.